U rikthyem në studio për të vazhduar gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë, kur sot do të flasim për një histori që vazhdon të shkruhet prej më shumë se 3 dekadash. Klubi i basketbollit Liria shënon 33 vjet nga themelimi, duke qenë një ndër vendet ku breza të tërë fëmijësh kanë hedhur hapat e parë në sport. Nga një ide e thjesht për të afruar të rinj me basketbollin, sot ky klub është kthyer në një vatër edukimi, disipline dhe pasioni për lojën. Për na treguar më shumë rreth fillimeve, sfidave dhe interesimit të fëmijëve ndër vite, në studio kemi trajnerin e klubit, zotrin Ismet Hajrullausi, dhe disa nga fëmijët që sot janë pjesë e këtij klubi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për na keni thirrë në emisionin më të dishi. Me radhë që disa vite kemi ardhur këtu. Faleminderit shumë për jush. Për neve është nder dhe kënaqësi të ju kemi pas një suksesi kaq të madh. Të flasim fillimisht për klubin Liria. Si ka filluar, si ka evoluar deri më tani ky klub i basketbollit? Klubi Liria 77 basket ka filluar në vitin 1977. I ndjeri Mentaz Allajbegu, asimtari dhe treneri më i mirë i mundsave për basketbol, këtë sportet i ka formuar. Dhe më thënë, nga ajo ko ka filluar, nga cili vit konkretisht ka filluar? Klasa e 4, kur kam fillu të shkolla fillore Liria, edhe aty ka fillu klubi, formimi e klubit, edhe gjenerata që kemi qenë na gjenerata 62, gjenerata më e mirë. Dhe më thënë, ju jeni pjesë e këtij klubi nga klasa e 4, nga fëmijëria, kur është të themi themeluar, kur është formuar ky klub? Klubi, ashtu. Mund të na thoni si ka ndryshuar ndër vite ky klub, pasi që ju jeni një ndër të parët në këtë klub? Ndryshimi ka filluar për vitet 77, kur kja kun filluar me. Kemi vitet shkollore kanë qenë, atëherë kanë qenë të organizuar ma shumë shkollat fillore, shkollat mesme, ka pas gara, edhe kemi shkuna për gara, kemi marrë pjesën, kemi qenë shumë të mirë, kemi qenë gjeneratat më të mira të jetës tonë që kemi qenë, edhe kanë filluar prej moshës klasa pare, 2, 3, 4, 5, tash është pak ma letë se atëherë kanë qenë pak kohat më vështira. Mund të na thoni se cili ishte qëllimi kryesor në atë kohë për hapjen e klubit, pasi që ju sa do pak si fëmijë, besoj që e mbani mend cili ka qenë qëllimi kryesor? Pa, atëherë ka qenë qëllimi kryesor për me arritën diçka klubi që me shku për para, si klub shqiptar s'ka pas atëherë. Ka qenë një ndër klubet e para shqiptare? Pa, klubet e para shqiptare që ka qenë. Edhe mandej, dal nga dal, me kohë, edhe kemi arritën me asimtarin Mentaz, edhe trenerët tjerë që kemi pasën. Pa, kanë qenë Liqi, kanë qenë Fadil Nika, edhe disa tjerë. Dhe nga ajo kohë deri më tani klubi mund të themi që 33 vite ekziston dhe mund të themi që shumë gjenerata kanë kaluar tek ky klub. Mund të na thoni se si kanë qenë fillimet? A ka pas vështirësi të themi? Kam pas vështirësi se s'kemi qenë, kushtet kanë qenë minimale, s'kemi pas përpara, s'kam pas as patika. Kushtet kanë qenë pak më të vështira, kanë qenë se tash. E mbani mend ju herën e parë kur keni shkuar në klub? Kemi marrë pjesë në shkollat fillore, kemi marrë pjesë në në Kumanov, kemi qenë finale. Shkolla Liri ka qenë me shkollën Macedone të Kumanovës, edhe kemi zanë vendin e parë. Për atë tjerë mos t'i tregoj gjimnazin, si kanë pas gjenerata për para shumë të mira, po si janë Faton Ismailio, Enver Slavniku, Mensur Negjipi, disa tjerë shumë që kanë qenë gjeneratat para neve, shumë të suksesshëm. Dhe kanë arritur. Mund të na thoni se sot, pas 33 vitesh, sa ka ndryshuar të themi klubi dhe puna me fëmijët? Pasi që ju jeni tani edhe treneri i këtij klubi. Shumë ka ndryshuar puna atëherët, tash ka shumë, ki kushtet janë më të mira, sallat janë pak janë të renovuar, janë më të pastra, më mirë, kanë kushte më të mira fëmijët. Po janë sallat, kemi shkollat fillore, kemi 7 sallat që i mbajmë. I kemi shkollën në Liri, ku kemi Qerdhën, ku ja kemi nisë shkolla. Edhe kemi shkolla tjera, është Ismail Qemali, është Vasil Glavinovi, Kongresi Manasirit, 7 Marsi,
kemi Panel Gjinovski në Zhelezar, në Shut kemi 26 Koriku, edhe në Ereze kemi Vllazim Bashkimi. Mund të na thoni se sa është interesimi i fëmijëve për këtë sport basketbollit? Përpara ka qenë interesimi më i madh, kanë luajtur, kemi luajtur gjithë ditën. Si mi lodh kur, tash është problem pak mi mbledh fëmijët mi shtin sallë, se telefoni. Teknologjia mund të themi lirshëm që e ka bërë të vetën. Mund të na thoni se sa është numri i përgjithshëm i fëmijëve në klubin e basketbollit në klubi që kemi 7 salla, tash momentalisht janë 2 janë të renovu, edhe kemi 5 salla. Aty është afër 250 fëmijë marrin pjesë në për shkollat fillore. I kemi piket në nacionalitetet, fëmijë. Dhe kjo është shumë mirë, sa do pak të njoftohen, të luajnë. Kemi, se nuk ka dallim të fëmijët. Pikit shkollat që kemi edhe Macedon, kemi edhe ketë. Shumë mirë, dhe kjo është për tu përshëndetur, pse jo, ku fëmijët sa do pak mund të themi socializohen dhe njoftohen me njëri tjetrin edhe të etniteteve të tjera. Të kthehemi pak tek vajzat. Spari të fillojmë me Melisën, ashtu nëse nuk gaboj. Të prezantosh dhe sa vjeçe je? Jam 16 vjeçë dhe ushtroj që 3 vjet. Që 3 vite, do më thënë një pjesë e basketbollit. Çfarë të shtiu që të bëhesh pjesë, që ta pëlqesh këtë sport? Prej kur ke filluar ta pëlqesh sportin? Kam fillu prej 14 vjet deri tani. Dhe të pëlqen? Shumë pëlqen, edhe për trenerave, edhe kur bëjmë loja me shtete tjera. Të pëlqenjë këto lojra. Të kthehemi edhe tek vajza tjetër, me sa duket ju ishi Rona. Rona, mund të na thuash prej kur ke filluar të luash në klubin, të jesh pjesë e klubit të basketbollit të Liria? Unë kam fillu prej moshës 13 vjeçe, tash jam 15 dhe besoj që kam e vazhdu deri në fund të klubit Liria. Deri në fund. Kur e ke kuptuar që të pëlqen basketbolli? Po e kam kuptuar që nga mosha 12 vjeçe, po se më kanë e sigurt në vetëm, dhe duke lujt me hall kështu me shoqëri. Po, kam fillu të pëlqej më shumë dhe kom hyrë te klubi Liria. Liria. Mund të na thoni se pse keni zgjedhur pikërisht të mirani me basketbollin? Se zakonisht e dim që shumica e fëmijëve, edhe ne si prind mundohemi që fëmijët t'i fusim me një sport thjesht për t'i larguar pak nga teknologjia. Ka qenë edhe kjo pjesë, kjo dëshira e prindërve, apo? Po, ka qenë edhe pak dëshira jonë. Edhe dëshira e juaj. Mund të na thoni se çfarë ju pëlqen më shumë te klubi i basketbollit Liria? Pse zgjodhët pikërisht këtë klub? Cilat nga ju? Ju pëlqejnë trenerët, ju ka shtyr dikush, apo? Jo, për mu trenerët, më pëlqejnë shumë. Mund të na thoni se sa është i rep, të themi, treneri Ismet gjatë stërvitjeve? Po, normalisht... A kërkojnë nga ju shumë? Shumë kërkojnë, po... Ju mundoheni që... Mundohemi maksimum. E jepni maksimumin e juaj, dhe kjo është shumë mirë. Atëherë të kthehemi prapë te zotri Ismeti. Mund të na thuash se sa është rritur interesimi për basketbollin? Në kohën e fundit është rritur shumë. Kemi fëmijë prej moshës 4 vjet e gjys, 5 vjet veçare. 5 vjet, do të thonë mosha më e vogël është? Më e vogël, po deri në klasën e 8-të, 9-të, viti i parë, viti i dytë kemi. Po, është një interesimi i madh tash kohën e fundit. Cilat moshat janë më shumë të interesuar? Po, moshat më të interesuar janë për 6 vjet, 7, 8. Nga mosha më e vogël. Ja fillojnë, po klasa e parë, e dytë, e treta, edhe ja nisin më shumë me ushtrimet. Atëherë është mosha më e mirë që ja fillojnë fëmijët, që më shumë me arrit diçka. Tani është mosha 12 vjeçare, 13, po 15, 16, 17. Pasi që ju jeni një pjesë, mund të themi një kohë të gjatë pjesë e këtij klubit, mund të na thoni se çfarë i tërheq më shumë fëmijët tek ky sport? Fëmijët trenigje që i kanë, lipin loja më shumë, që me pas gjatë mujit, shtunën dillen, marrin pjesë në për këtë shkollat më lidhmi, të marrin pjesë edhe të organizimit të Zeflush Marko të shkolla, është drejtori Arbeni, në lejon sallën që me
me ushtru edhe me mbajt stërvitet edhe lojat. Mas shumë të lojat i kemi të dilën. Mund të na thoni se gjatë ditës së djeshme ju keni shënuar të themi 33 vjetorin në mënyrë solemne në pikërisht në klubin e basketbollit, ku brenda kohës i shohim edhe fotografi që shkojnë në ekranë dhe shikuesit mund t'i shohin nga afër. Si keni kaluar gjatë ditës së djeshme? Çfarë keni organizuar gjatë këtij shënimi të madhështor? Spektakli ke shumë i mirë, edhe janë të gjithë të kënaqur, edhe prindit edhe fëmijët, kanë qenë diçka numri afër 200-250 fëmijë, ke shumë, ama arritëm që suksesin që me majtën disiplinën edhe ketë, që mu afru ketë fëmijët, me afru bashkë. Ka pas ekipet Prishtinës, 2 ekipe, Fush Kosovës ka pas 2 ekipe. Ka qenë edhe nga rajoni ka pasur, kemi pasur edhe tëftuarit musafirë. Kemi pasur edhe tëftuarit të pi Shqipërijës, nuk na erdhen, pi Preshevës, edhe ato dështun. Po mirë ke, përgjithësi ke super, asnjë problem, asnjë... Janë darë të kënaqur musafirët? Musafirët, po shumë mirë, ke diçka fantazi. Të flasim sa është vështirë të mbahet një klub i basketbollit, sa keni përkraje të themi edhe nga institucionet përkatëse? Shkohën e fundit është pak ma problem, pe institucionet është pak ma problem, nuk ka si përpara, ka qenë pak ma lirë, se s'ka pas klube, tash ka klube ma shumë të formuara, përveç ne kemi qenë klubi i parë, edhe ka klube edhe 2 klube shqiptare që janë, edhe është vështirë pak me mbjetu me sportista me majtë gjithë ato fëmijë, edhe salla ketë. Është pak problem, edhe du të apel mjë dhonë këto shka janë firmet e mdhaja që më në ndihmu për sportista tonë, fëmijë tonë që i kemi, që me arritë dhe me shku për para. Çfarë duon të kenë parasyshe institucionet përkatëse, ku tani kemi edhe ministrin të themi të sportit të pikërisht? Po, me ndihmu ma shumë për klubet që janë që me shku fëmijët për para, me shku që me marrë pjesë në për gara, filloret, të mesmet, me majtë pjesë me shku që majmi në kampin veror në Shqipëri, në Durs, që 10 vite ma tepër, aty marrim pjesë 50 fëmijë, edhe afër 7 ditë jemi atje, edhe këthejemi. Aty ka afër 300 fëmijë që marrim pjesë në kamp, është kampi diçka fenomenal, është me 2 sallat më dhaja, ka bazen olimpik, ka terenat me jashtë me gumë, hoteli, restorani, plus ketash me një vend, plus marmi... Kjo organizohet çdo vit? Çdo vit organizojme, po shkojme 15 qershor, 16 qershor, mas vitit shkollor. Mbasi të kryen vitin shkollor, mund të na thuani se sa është e rëndësishme që fëmijët të miren me sport në këtë periudhë kur e dim që teknologjia është e pranishme, jetojmë në botën digjitale tani? Është shumë vështirë, tash prindrit kanë shumë probleme, me kjo bota digjitale tash kanë arritën shumë edhe është problem mi fut fëmijët në salë, mi mbledh. Në mbledh gjithë fëmijët. Ama na kemi edhe aftësi, kemi edhe prevoj pune, edhe tash për tash nuk kemi problem. Të kthehemi prapë tek vajzat, mund të na thoni cili është sportisti apo sportistja juaj e preferuar, apo keni ndonjë klub që ju pëlqen, që jeni fanse apo adhuruese të atij klubi? Lojtari i preferuar është Kobe Bryant dhe klubi i preferuar është Lakers. Ndërsa? Klubi i preferuar është Lakers dhe lojtari i preferuar është LeBron James. A mendoni të qëndroni nëse bëheni sportiste të mira, të luani për klubin e juaj Liria, apo të dilni jashtë vendi për një klub më të madh që janë të njohura ndërkombëtarisht? Mendoj që kam nejtë Liria. Nuk doni të largoheni, nuk doni të lëshoni vendin e juaj. Dhe a dëshironi që t'i ftoni edhe shokët edhe shoqët që t'jem pjesë e klubit? Cili do t'ishte të themi mesazhi juaj për gjithë ato vajzat të cilët ndoshta mendojnë të shkojnë në basketbol të luajnë apo jo? Cili do t'ishte një mesazh? Pse duhet të vinë në basketbol? Për shembull, ju keni njoftuar edhe shumë shoqe, siç e cekët edhe ju që keni edhe shokë, vajza, djemë edhe nga etnitete tjera. Tjera, po. Dhe kjo është shumë mirë që sadopak të luan... Po shoqënohen, mlidhen, argëtohen, është sporti që të bashkon për sporti. Pikërisht. Po, tash po dam apel sa më shumë me pas fëmijë në sallë që me ushtru basketbol, volejbol,
është mundje, ka biciklizëm, atletik. Unë atletik u mushtrua dhe basketbol atletik 12 vjet jem kanë reprezentacion bashkëtanisë. Edhe ku arrit suksese me asimtarin me Tazalla Beku. Do më thënë nga jo ko ju jeni pjesë e sportit dhe nuk jeni të ndalur. Përveç basketbolit, çfarë mësojnë fëmijët në këtë klub? Pa, në klubin është fëmijët përveç basketbolit ka i udhëzojmë për punë të mira, i mësojmë inteligentet me qenë matë mirë. Fitojnë edhe disiplinë. Disiplinë edhe ketë. Cilët janë, të themi, rregullat kryesore të basketbollit që duhet t'i dinë çdo fillestar, të themi, apo dhe fëmijët që duhen ta kenë parasysh? Po, që fëmijët tash kemi shumë fëmijë që kanë peshë, është problem shumë është të pesha, të ushqimi. Të ushqimi. Të ushqimi. Është pika parë ushqimi, të me zgjedh ushqimin e mirë, bio, që me hangër edhe për me arrit sportisti që me konë sportisti mirë. Që të jetë një sportisti mirë. Cilët janë këshillat ju që ja u jepni fëmijëve kur të vinë ditën e parë të themi në basketbol? Basketbolit, ecjen, vrapimin, frimarjen, si du të me marë topin, si me kapën, udhëheqjen e topit. Këtë pikat kryesore të basketbolit që janë 10 pikat kryesore që mi ditën që me shku për para. Që të ecin ata fëmijë për para. Mund të na thoni se zakonisht ne e dim që basketbolli është një sport shumë i rëndësishëm që luan rol. Çfarë duhen të kemë parasysh, të themi, edhe prindërit që fëmijët të jenë pjesë e këtij sporti? Basketbolli ka lëvizjet të veçanta, për atë arsye edhe shumica i bin në basketbol fëmijët që të marrin pjesë dhe të shkojnë për para. I ka lëvizjet të trupore të gjitha, vrapimet, këcimet, kreti i ka, për atë arsye zgjedhin edhe zgjatja që zgjatë. Luan një rol të rëndësishëm. Të rëndësishëm. Të kthehemi përsëri tek vajzat, të flasim pak më shumë. Çfarë ju pëlqen më së shumti tek basketbolli, tek ky sport juve? Kur i kena ndeshjet me vende tjera. Me vende tjera, do më thonë... Stërvitjet para lojës, ose... Keni emocione, keni stres, të themi, para lojave? Po, normal. Po, kena, po, trenerat zakonisht na japin... I motivojmi, kanë asi motivim edhe... Motivimi keni edhe humbjet, kur i keni, kur humbeni. Zakonisht janë pjesë e lojës. Zotëri Ismet, mund të na thoni se klubi ju e cekët që ekziston në një kohë që 33 vite dhe ky klub deri më tani ka ndryshuar, ka evoluar dhe gjithmonë mund të themi që ka pasur ndryshime kohë pas kohshme, pasi që ekziston që 3 dekadash. Nga fillimi deri më tani, mund të na thoni cili është ndryshimi më i madh që është bërë në këtë klub? Ndryshimi më i madh para disa viteve, i ka 5 vite, 6 vite, kemi marrë pjesë në gara me fëmijë. Klubi Liria ka pas ekipën e parë, ligën e parë 5 vite, në Maqedoni, ligën e 2, ligën e 3, kemi pas edhe vajza, edhe djem, pi këtë moshav, këtë gjeneratav kemi marrë pjesë në ligën federative të Maqedonisë. Të Maqedonisë. Po, kam fëmijë që marrin pjesë në Kosovë, edhe tash janë ata në ligën e parë, sash Liga e Kosovës është më e fortë se Maqedoni. Kanë shku për para shumë ata, se sa ne, edhe kanë pagesat të mëdhaja, se sa këtu, ofër 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 i marrin fëmijët tonë që kanë qenë në klubin tem, edhe tash lujnë në Prishtinë, lujnë në Prizren, në Pej, në Soharek. Do më thonë, kanë largë, nuk i kemi largë, do më thonë, sa do pak edhe Kosova është afër dhe luajmë për shqiptarë dhe kjo nga bën neve krenara. Mund të nga thonë, cili është suksesi më i madhë që keni arritur si klub? Suksesi më i madhë që kemi qenë ligën e parë. Ligën e parë, 5 vite. 5 vite. Do të mi cekë edhe që nga kanë ndimu që kemi formu për ligën e parë, kanë qenë Dauti Komerc. Është kjo është shumë e avancuar e madhe që nga kanë ndimu, era aktiva ka qenë, plus kanë qenë edhe disa të
që janë firmat mëdha në Maqedoni edhe në Shkup këtu, që ju kanë na kanë ndihmuar, na kanë përkra, edhe kemi arritur sukses. Keni që të keni sukses dhe të arrini. Mund të na thuani se cili është mesazhi juaj për fëmijët dhe prindërit të cilët ende hezitojnë të përfshihen në këtë sport? Mesazhi im është sa më shumë fëmijë të kenë që të marrin me sport, këtë sportet që ekzistojnë, pri notit te basketbolli. Edhe kam qef që me marrë ma mirë të jenë në salë, se sa në telefona me netë rrugëve, edhe më marrë me senet këqia, me hekpi rrugëve thmit, me shti në salë, me marrë me sport, mu shoqnu, me shku për para, me marrë pjesë në për qera shtete si në Kosovë që shkojmë në Prishtinë, Prizren, në Peje. Shpresojme dhe jo vetëm në shtetet të dalim edhe jashtë për Evropë, se jo. Ka edhe në Evropë që janë fëmijë tonë që ushtrojnë edhe lozin. Edhe lozin, do më thamë pikërisht në Evropa. Vajza, në fund, cili do t'ishte mesazhi juaj apo edhe ëndra juaj për në të ardhmen? Çfarë do t'kishi një mesazh për basketbollit? Të luani? Të luajmë, dhe të të arrim fitoni. sukses dhe të fitoni. Vetëm të ecni përpara dhe kjo ishte një mesazh shumë i fuqishëm nga lojtarët e ardhshme, të cilët do të luajnë dhe shpresojmë që t'i kemi në Maqedoni, në vendin tonë të mos largohen. Zotri Isment, dhe në fund edhe një mesazh të themi pikërisht për klubin e juaj, për gjitha ata institucionet të cilët duan të kenë parasysh për të ju ndihmuar sadopak. Po, mesazhi është komuna më në ndihmu, të i tash në kanë ndihmu, edhe për sallat, edhe për krejt, edhe financiarisht pak ma tepër, që me shku fëmijët tonë që me marrë pjesë në përgara. Në përgara dhe të jeni pse jo edhe në ligën e parë të ashtu. Ju falimderit edhe një herë që ishit pjesë emisionit të Ritmi i Ditës dhe shpresojmë që sukseset mos ju ndalen asnjëherë dhe ne jemi këtu gjithmonë për juve dhe ju për ne sadopak për të promovuar suksesin dhe e juaj në emisionin tonë dhe më gjerë. Ju falimderit. Falimderit juve për pjesëmarrjen më të vëdishit. Falimderit shumë. Ju falimderit. Shikues të nderuar, shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë të tjerë ku ne mundohemi gjithmonë të trajtojmë tema të ndryshme. Qëndroni me ne.